ishte delikate sot, jo shkullse, po delikate. Ftoj Madelën në faktet e saj, do na thot 3 lajme që do shojmë se si do jenë 3 lajmet. Mirë brëma, Adela! Ja, e merë vetë ujë lajthiza, po natyrisht si mund mungoj ujë lajthiza, po pse s'ta kishin sjellë ty njërë? Shumë gabim. Po mua më japin gjithmonë në prapaskenë se unë jam gjithmonë e etur. Dhe sot... Për ujë? Për ujë. Okej. Dhe për gjërat të tjera si ishte ajo batuta e fundit që nuk flet dot. Leku do me thë. Kush nuk e do leku. Jemi dhe për gjërat të tjera që flasim, po s'po i themi për momentin. Që është ky blue leak sot? Po, jemi bërë këshu. Jemi bërë këshu me njërat e studios. Ka ardhë pranvera. Prill maj e diti. Se si mund të gjua kjo prilli. Prill maj mos undaj. Po hëç lajme kemi nga bota, po. Kemi ca lajme sot që onëne, undaj mora këtë që ta pia. Energji e gjallë, ë? Energji e gjallë, unë s'para pi kështu energjike, po sot... Shumë e mirë e lejtizës. Është shumë e mirë. Tani, lajmi i parë, e dini që burrin mund të nxjerrë shëtitja si qenë? Ja. Do kalojmë te lajmi i parë. Se më kaq poshtë pas kemi rënë? Ka bërë namin fotoja e kësaj gruaje në Milano, e cila e ka nxjerrë burrin e saj shëtitje duke mbajtur në zinxhir. Nuk ka ngelur paparazzi pa e filmuar. E bërja ham e Erioni. Kjo që ka lidhe qenin ti moj qëne? Fiks edhe unë atë... Ti moj qëne, dale. Bo, sa bukur. Asi është regjia, o zop. Regjia. Dhe në fakt... Shiko, kur e dinte Irini Qiriako që do vinte kjo kohë... Pas ka qenë parashikim. Po qa janë këto njerë se si dion këta? Këto Erion, nga bota e të rinjve dhe e gjeneratës dhe quen fetish. Qa thume? Qa do me thënë kjo mi grupë? Kjo fetish, do me thënë që ti... Më shumë gjuket si traplish. Aty afer. Jo shpjegoj që këtë fetish se ndoshta ti dhe nga vajza mund ta kesh gjuar. Ornela, fetish është kur në çift. Është pak e vogël goca jote. Ka gërshër ajo. Kur nga partnerët ka dëshira të çuditshme që lidhen si Hitleri? Në drejtimin seksual. Hitleri ka qenë kështu. Çfarë kishte Hitleri? Hitleri bënte kështu gjëra. Burdalla. Për shembull ka njerëz që kanë fiksim dhe eksitohen kur shohin janë ata të këmbëve, po e di. Ishtat e këmbëve ose për shembull kur bëjnë këto janë të shkar këta apo si kanë ndoshta kanë libido shumë të lartë, ai ka dalë shiqen, çfarë mund të ketë? Unë për vetes e besoj këtë, nuk e besoj. Nuk e besoj? Ja. Asun se besoj se mu dali burri ashtu, kështu kur qoftë, burri ashtu në rrugë, turpi zotit. Ja zëk më i grua. Po pse, s'ka ndonjë ditë kur të vjen patër i burrin? Po jo, të vjen, po jo në rrugë. Pas ka qenë... Nuk beson Keli. Asun se besoj. Asne se beson. Beson! Pse mo kusht ka të requr ty? Plasi telefoni, o zoti madh, jemi live, jemi live. Jemi live. Kalojmë në lajmi i dytë. Në lajmin e dytë do të shkojmë tek lumturia dhe shqiptarët. Po? E dinit ju që ne jemi vendi i parafundit në Europë si më të palumturit dhe në fund të listës, flasim për vendet europiane, vjen Turqia. Dhe ne jemi të parafundit. Qa kemi fut Turqis? Po Turqisa kemi fut... Po 500 vjetë na futi ajo tani... Hajde. Po këshin nga lajmë shumë i mirë. Në një rang me Turqin. Por na i kanë futur, nuk e di, 100, po mirë, po tash 200 të tjerë. Je i zbuluar kur të ato gjë. Po jo, në batuta dhe memet në rrjetet sociale kemi kështu vesh më vesh gojen. Sidomos me qa po shohim së fundi e kës bëjmë personazh. Se ti ne jemi popull që qeshim. Po qeshim vetëm me meme. Edhe me hallet të tjera, jo me dojqë tjetër. E besoni këtë lajmë? Mos na ka zënë syri keq si popull. Unë e besoj këtë lajmë, jam votoj pro këti lajmë, pa. Po e di që më bëri përshtypje që për shembull në listën e vendeve më të lumtura, ishte i renditur dhe Izraeli në vend të 8. Ndërkohë në Izrael po bëhet luftë dhe prap ne jemi në fund që as luftë nuk kemi. Ku e ndjen lumturinë ato apo kur gjuajnë kështu, ë? Jo, ishte në vend të 8. Po bënin parti ata në një vend atje se e pash. Popull që janë që e flinë vetëm ne sikur fiks na ka mallkuar. Sikur na ka mallkuar njëri. Po e kemi zakone që ankohemi shumë prandaj edhe ndoshta prandaj na kanë ul poshtë. Edhe kur jemi me pushim ankojmë. Unë besoj këtë lajmin, po, votoj pro. Unë besoj. Tek lajmi tjetër që në fakt ky është trend. 40% e njerëzve Ky është, po, fix trend, prandaj e kam shkruar dhe kështu, 40% e njerëzve kanë nisur t'i thonë jo bashkjetesës edhe kur marrëdhënia është serioze. Pra, çiftet tani preferojnë që të kenë një marrëdhënie, po secili flej shtëpitë vet. Si ajo hëna që... Do me thënë, e provuan bashk, si pëlqen më as bashk tani. Shive kur të flenë me qenin me macen dhe të i thonë burrit.
Me Macen flen, ca personazhe që kemi parë ne flen me Macen. Me dikë do flen, por jo më me partner. U shkatrua familja fare, moj. Po qajnë këto lajme që bëni njerë? Po qajnë këto lajme që Po një sekund, sigur i bën kjo. Po ç'është ky cent? Edhe ju që na shikoni, o zotri. Mos çani gazetare një valla, se nuk është gazetarja fajtore pse keni rrjedh ju na trut. Gazetarja po ta thot, është njësoj si ti thuash doktorit, o doktor nuk jam mirë na trut. E ke fajin ti. Ç'a faj ka doktori valla? Fajin e ke vet. E ke fajin që ankove. Po Adela. Edhe brezi jote këtë mendon? Me thënë të drejtën mërziten shumë shpejt. U kam shumë shoqe që ju ikën, ju sose durimi, thotë se cili më mirë në shtëpi vetë. Në dhomë më vete, në shtëpi më vete. Po kalamajqëri si do i bëjnë do, si do i rrisin? Se cili më shtëpi vetë. Tani... Tani dhe kalamajqër ka rënë niveli bërjes... Po se që kam një përshtypje që duhet këthyër hithrat. Ose them do të se na futa ama gjob. Ashtu, ha? Po, hithrat pini lëngun. Ajo mund t'jetë në një fetish tjetër. Po. Unë s'ma pëlqen fare kjo lajme, fare. Unë nuk e besoj këtë. S'dua ta konsideroj. Edhe unë jam me Ornelën. Po besoni ndonjë tani. Të mesit. Të mesit? Ato që nuk jemi happy. Okej. Po. Atere, dang, voton Adela, fiton Adela. Të pi dhe këshu në Po, publicitet? pije. Po, është e mira jo? Shumë e mirë. është me dem, me këshu me figur dem. Unë vdes për dema. Normal, jemi të mirëne. Po votuat ju? Po, mesin pra. Mes të dy, po. Po Mesin bajni, ua kanë falë, Mesi. Se fituam? Mesi është i gjithë e juaj, Mesi është i vërtet, por është i vërtet edhe lajmi i parë. Kusha i qenite? Po, është i vërtet. Lidhe qenin ti më qene? Lidhe qenin ti më qene është i vërtet dhe ka ndodhur në Milano dhe është bërë nami, ka dalë kudo. Mërë edhe një regjia të muzikën kështu të mbyllim kështu me... Mbyllim me... Lidhe qenin... Qa po bënë në shëtis burin? Po, lidh burin kështu me zinxhir. Edhe... Po shëtis burin. Kas po vjen, po ne gjithësësi... Ska gjë, po kërcem, po. Po mirë nuk i bëjmë pis duart burit. Jo, kush e di mos i ka lënë doreza, mos i ka vënë doreza. Ka, më seksi do ishte me doreza, po nuk ka doreza. U prish kjo bot. Por cillim Adelën me një duar trokitje të jashtëzakonshme. Faleminderit shumë Adela për lajmet bombastike që kishte sjell. YouTube. Faleminderit shumë Adelë. Dua. Me Adelën do takojmë të premten e ardhshme, ë? Edhe po su takua me Adelën, të premten e ardhshme, unë ju këshilloj të flini gjuhë me Dorelan. Ju këshilloj. Se Dorelan është ilaç. Ilaç për shpirtin, ilaç për trupin, ilaç për mendjen. Ja ke thënë Adelës? Adela e diz. Adela do dalit e Dorelani tani video direkt. Unë Dorelan do marrë në të dyja shtëpiat, qoftë se sipas Terezis do kem... Edhe të burrit e letimen. Kjo është zgjidhja. Kjo është e papar. Do t'i blej Dorelan burit që t'jetë buri rahat. Hajde. Por cillim Adelën me një super duar trokitje dhe shkojmë bashk në Vënçe.